Sa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra. Pse? O Hasan. O Hasan i biri filonës. Zërin zezat e Tim Shkupit. Nëse konsideron zez punën e Sejit Kutbit, nëse konsideron zez xhamin e rrajshme në Jerusalem, nxjerri, unë ti nxjerri vetë, se unë kam emrin imami Hoxh Tim Shkupi. Por dhe të kinë vedja, e ki kolegon tanë, mos të përmeni emrin, që ka boj mision një orë, a i tjetër. O Hasan, ti nuk je shqiptar. Pse s'del mi u kallzu shqiptarve se ti nuk i do shqiptar? Hasano, dhe ju të gjithë Hasanat tjerë, të baba Dovletit Sultanit, ju nuk jeni shqiptar. Një pjesën i Rom, një pjesën i Turqeli. Të një më mësu me jetu shekullin 21, me respektu diversitetin në një shtetë. Hasano... Në fillim kam një njoftim të rëndësishëm të shërbimit publik që unë duhet bërë. Unë nuk jam këshilltari juaj, nuk jam as doktor dhe popi juaj, as nuk kam kërkuar të kem fond prej interesimit tuaj. Gjithçka në këtë video dokumentar është vetëm për qëllime informative, edukative, argëtuese, për të ardhur deri te e vërteta. Gjithçka që paraqes në dokumentaret e mia, në fund dhe referencë e kam Kur'anin asgjë tjetër. Me këtë hyrje dhe shërim të jashtëzakonshëm dua të them mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit. Unë jam Musa Lamallari dhe ju përshëndes të gjithë juve që ndjekni kanalin tim dhe përhapni informacionet që për herë të parë i paraqiten publikut shqiptar. Por një gjë mos e harroni. Abonimi juaj në kanalin tim, pëlqimi ose jo i këtij dokumentari, komenti juaj nuk ju kushton juve asgjë, por rrit algoritmin që ky kanal të arrijë vetë ju të shqiptarët që kanë interesim në lidhje me këtë tema. Tani vazhdojmë. Përshëndetje miq të nderuar, me përshëndetjen më. Shumë prej jush ma keni dërgu një ligjërat të një hoxh, jashtu quajtur hoxh, mik imi i dëkurshëm në Facebook. Këtu ku jam, këtë vend, ka orë të shtëpia eme, ja kom dhënë 2 vëllime, librave, Sahihul Muslim, ja kom dhënë. Miku jam tjetër nga Shkupi, Hasani, Sahihul Muslim, Bishah Nawawi, është gjithashtu të botimi i Beirutit. Sa vëllime, po 6 vëllime janë. Që Sahihul Muslim, to që mirën me hadith e din kush është muslimi, apo këto janë 6 vëllime. Që edhe ty t'i kum rezervu do shmarë një marë. Ja kom dhënë tefsirin e Sejit Kutbit, të dijat botim të Beirutit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar, na ka thënë që neve të lidhemi me Kur'anin, nga se Kur'ani është avokati i certifikuar nga Allahu Gjelleshanuhu për besimtarin. Është nga të vetmit i cili ka me ndërmjetësu për ty e për mu ditën e gjykimit, për ata të cilët e lexojnë Kur'anin, për ata të cilët mundohen mu zbukuru me Kur'anin, për ata të cilët mundohen me punu me Kur'anin, për ata të cilët mundohen veprat e veta me ndërtu me Kur'anin. Dhe i dërguari Rasin Lam ka thënë vërtet kombi im ja ktheu shpinën e braktisën Kur'anit. Ky libër gjithashtu Hasani du m'ja dhon, i ka gjithashtu 6 vëllime, është libri i Sejit Kutbit, tefsir Kur'anit, e ka Fi Dhilalul Kur'an. Edhe kjo është botimi i Beirutit. Që Hasan edhe ty, veç dëshmar mi marë. Pra,
Nuk dua nesër, të jem prej atyre që do them ja o e leta leteni, o Fatimi mjerë. Pra, kjo me përhap fen islam, të sejit kutbit nuk ekziston dhe nuk kërkohet. Askon nuk thot Allahu me përhap fen islame. Në fakt nuk e kemi një frasë që Allahu thot feja islame, si që e kuptojnë sot shumica e të mashtruarve në fen e Bagdadit, e jo të nënshtruarve el muslimin në dinin Allah. Nuk pe përmendni për leke, më më farë, dhura. Shumë të zezat në dunjoja kësha nxjerë. E vetëmja e zezë e imja është që unë e kumë respektu atë si turp. Mos tjetë shenëtëria e kësaj hutbe. Së më falë që po kesi. Pra nuk një musliman. Shumë të zezat në dunjoja kësha nxjerë. E vetëmja e zezë e imja është që unë e kumë respektu atë si turp. Bota jo islame. Konkretisht duke mos i haru edhe këta shqiptarë tonë të dashur. I duam shumë. Së më falë që po kesi. Pra nuk një musliman. Leta din ata bura që nuk janë bura, se edhe meshkuj nuk janë. Hasan be, kur u bone ka të shtrim be Hasan, o Hasan Vaftjari. Kur u bone marburi dho, tremi mi thonë njerit që t'ka dhonë kafe, t'ka prit, t'ka respektu si turk, si rom, si musliman. O Hasan Vaftjari, po ti nuk je shqiptar, Hasan Vaftjari. Si marrë ke marrë godzimin? Normal nuk e ke përmene emrin tem. Po si e ke marrë godzimin me folë për mu, që unë jam fliqësirë. Pse ti ku më dhonë ti vollumet librit, o Hasan Vaftjari. Si i poshtron shkupjant, si o Hasan Vaftjari, o Turqeli. Turqeli më thirë, ma mirë t'vjen, apo? Ma mirë, lezet vjen më thirë Turqeli. Si ma nuk vjen turp, mi ju thonë shqiptarve të shkupit, flisqona, flisqësira, a kibet digniteti, si e merë guximin ti me keqpërdor, kushtimisht ta quj, një objekt, një temple, a ki dignitet njerëzor apo ti nuk je me Kur'an, ti e kundërshtari Kur'anit. Shkupjanët e njohin kush është Tim Shkupi. Kum pas shumë emra unë. Kur një shkupjan nuk e kum ofendu. Kur, hiq. Edhe ty të kum respektu si Turqeli, si Rom. O, Hasano, pastaj, dhe të më torë turp. A përshë atje po është, ato pararsit e tu, të Anadollit, qelsat e Shkupit, ja kanë ndërzu oficerave të Serbisë. Flitsirat të cilat dalin nga qyteti i Shkupit. U japim vlerë dhe hapësirë njerëzve që s'kan vlerë dhe s'kan hapësirë. Unë jam... Hoq, Tim Shkupi. Unë jam... Hoq, Tim Shkupi. Unë jam... Hoq, Tim Shkupi. Baba i hoxhallarve. Unë jam baba i hoxhallarve. A e keni qarda jo? Babë më kanë thirë në Kairo, babë më kanë thirë në Prishtinë. Baba, pse kum su, kum punu, nuk e kum desht me shit germën e Kuranit. Nuk kum desht me përfitu prej dijes që e kam. Shumë të zezat në dunjoja kësha nxjerë. E vetëmja e zezë e imja është se unë e kum respektu atë si musliman. Brenda familjes vetë. Ne tash mas pana prejke, neve tash po mirëm me do tjerë. Ne kemi ditë se këta e në keqe e zezë e familjes. Brenda familjes vetë. Tani marrë vesh edhe në Kosovë, familjet u a kanë dëmtu. Një musliman. Punë e këtij të Shkupit. Brenda familjes vetë.
Ne tash mas pana prejke, neve tash po mirëm me do tjerë. Ne kemi ditë se këta janë e keqe e zeza e familjes. Shumë të zezat në dunjoja kisha nxjerr. Fllitësirat të cilat dalin nga qyteti i Shkupit. Brenda familjes vet. Bota jo islame. Konkretisht duke mos i haru edhe këta shqiptarë tonë të dashur. I duam shumë. Sa nuk është shqiptar. Ai vetë të unë ka deklaru që nuk e do shqiptarin. Më konë që unë e besoj ku beson ai, mu nuk më vjen tërp me thonë, i takoj vëllezërisë muslimane të Egjiptit. Unë nuk besoj në vëllezërinë muslimane të Egjiptit. Vëllezëria muslimane e Egjiptit është një parti politike, e cila ka pas agenda politike, dhe janë ata të cilët e kanë largu mbretin Farruk nga Egjipti. Tjetra, ju di sot që jeni hoxhallah, jeni zonë ngushtë. Tu një më konë shumë të kujdesshëm, se unë jam imami i shqiptar. Kam fillu mi thonë, Tim Shkupit imami i shqiptarëve. Imami i shqiptarëve, Tim Shkupi. Tim Shkupi është imami i shqiptarëve, jo imami i muslimanëve. Shqiptarët po kthehen me fytyrë te shkolla e Tim Shkupit, te informatat e sakta dhe po bëjmë pyetje. Ti kallëzoju muslimanëve tu që i ke mashtruar, që imam varfrit skajshme, që i ke getoizu, që u a ke prek lirin, që u a ke prish familjet, familjet u a kanë prish, jo vetëm tu në Shkup. Brenda familjes vet. Ne tash mas pana prejke, neve tash po mirëm me do tjerë. Ne kemi ditë se këta janë e keqe e zeza e familjes. Brenda familjes vet. Fllitësirat të cilat dalin nga qyteti i Shkupit. Edhe ju, gradualisht me kohë kini me pranu, këtë s'kini qare, nëse doni me qenë shqiptar. Ju që nuk doni me qenë shqiptar, nuk muni me mojtë di bostona ndërsjet. Luftën që e kini ndër me dveti, ju si hoxhallar, është lufta e juve sektare. Unë nuk jam sektar, unë jam vetëm shqiptar. E kini qartë ajo. Tjetra, mos dezinformoni, se nuk është mirë me dezinformu. Psa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? Unë e di që e kanë sulmuat kolegun tim, mikun tim, lagjës time Zekaria Idris. Nëse kërkoni prej me, du më shkrujt poshtë, nëse kërkoni që unë ta jap një vlerësim bost informatave që unë i kam, se ju ka djeg, Zekaria Idrizi ju ka dzoj. Zekaria Idrizi ju ka djeg aty nëse Zekaria Idrizi ju tha hopta, se imami i shqiptarëve o Tim Shkupi. Miku tim, kolegu tim të idealit të përbashkët të Tim Shkupit, edhe për krajin tim. Ai sot mirët me publicistik, ka qenë pjesë e bashkisë islame, ka qenë referent, ato e kanë zeftin me Zekaria Idrizin, jo me Tim Shkupin. Këshyre ki njeri çfarë thotë? Psa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? Bitolla Ohrit, to sve ide preko britanskата struktura i mishjes. Psa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? Ki thot se mu më akuzon Londra për spionazh. Psa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? Unë jam shtetas i Britanisë. Mu për spionazh më akuzojnë Macedont, Slavon Macedont. Bitolla Ohrit, to sve ide preko britanskата struktura i mishjes. To je phishing operacijata. Se smješkate, se smješkate filmovi. Da, filmu se smješkate. Ovo je dobro prikazna za neki thriller. Ja gledam i čitam i knjigi na bivši britanski agenti. Британската влада секогаш била пријателска настроена кон Република Македонија. Më akuzon partia e VMRO-s dhe partia e LSDM-s. Dëgjoni. Psa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? A di me folshe? E kupton Shqipën, e ndëgjon. Psa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? Pra ky thot, Psa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? Londra më akuzon mu për spionazh. Jo.
bitolla Ohrit, to sve ide preko britanskата struktura i mishës. Vasko Eftovi ju tregon se unë va kumprish zgjedhjet 2016 në Maqedoni. Dhe më akuzon që punoj për MI6, dhe unë i tham jo, nuk është e vërtet. Unë jam vetëm shtetas i Britanisë dhe jemi shumë miqësor dhe paqdashës për shket shtet. Se muslimanë si... Mos tjetë shenjtëria e kësaj hutbe. Shumë të zezat në dunjoja kësha nxjerr. E doj. E shumë si ke e doj. Ke është musliman, po. Unë e respektoj si musliman, amo kime shqiptari s'ka lidhje. Atin kur duhet mi besu, kur ta more, flamurin shqiptar, ta qese mihrap ku falet ta vnoj, ta bëj e sejdën, ta more Gjergj Kastriotin, Gjergj Kastriot Skënderbejën, ati taj mimberi ku është të fol, edhe ta moj ligjeratun, me mu s'ka ku farë problemi. Atër tham kjo shqiptar. Po, është e vërtet, ka fillu lufta kundër Hoxhallar. Po kundër cilve Hoxhallar? Hoxhallarve të Rusisë. Hoxhallarve të cilët luftojnë qenjën shqiptare. Në rrjetet sociale ai njihet si Tim Shkupi, është mjaft aktiv sidomos kohët e fundit, ku flet pa pushim për hoxhallarët e Putinit. Është shqiptar nga Visetona në Maqedoninë e Veriut, e pikërisht prej kryeqytetit, të cilin e mban edhe si mbiemër. Tim Shkupi, i cili ka nisur herët një përplasje me këtë klerik, por edhe me hoxhallarët e tjerë, sjell argumentet e tij. Hoxha i Shkupit s'ka lidhje me shqiptarin. Secilit që e shihni shallin e robërisë në kokë, mos e shkruani hoxha shqiptar. Në Shkup ka edhe grupe të tjera etnike. Tani pse hoxha flet shqip, ka prej tyre që i kemi shqiptarizuar vetëm me gjuhë, por me zemër janë me serbin. Ai është hoxhi i Mulla Shaqirit të Sarajevës, që është me shkollë të Beogradit. Ai beson se guri ka me fol pasi të bëhet kiameti. Mos të ketë njerëz në tokë, shkruan teologu Tim Shkupi në faqen e tij. Për këtë temë është mjaft aktiv, sa kryen një numër të madh postimesh, videosh ku është marrë gjatë me këtë çështje. Sipas tij ka një aleancë të fortë të Rusisë, Serbisë me muslimanët e disa vendeve arabe që Shkupi i quan të Bagdadit. Ki e shfrytëzon në Gjermani, e shfrytëzon xhamien me i linçu njerëzit. Ata të cilët i kanë tradhtu ulemat e Shkupit. Një vitin 1996, hoxha i Shkupit, atëherë vetëm unë jam kon hoxhën në Shkup, vetëm unë. Ata të cilët i kanë tradhtu mihrabin e xhamisë. Kulmi mu largu ka qenë distancimi se nuk kom ndesht me linçu njerëzit. Ata të cilët kanë tradhtu mimberin e xhamisë. Ka thonë shejtoni nuk rrin Mekën çobe, por shejtoni rrin çaj e s'ka 5 di, ku është Selia, edhe sot e kësaj dite e bashkisë islame, Islam s'ka zënicës të kralit të Serbisë. E kralit Pashiqit Titos dhe reisit të Sarajevës. Le ta dinë ata burra që nuk janë burra, se edhe meshkuj nuk janë. U gërdita prej asoj islam? Jo, u gërdita prej punëve të hoxhallarëve. Prej asoj padrejësie që hoxhallarët ja bëshin njëri tjetrit. Mu nuk më kanë bo padrejësi. Xhamia e po, që u prish, Shkup dhe unë dreq, është xhamia Haxhi Jonuzit ku kum punu unë. Ku kum punu unë, Musa Lamallari, në vitin 1992. Dhe unë jam ai që asaj xhamie ja kum kthy 5 vaktin. 5 vaktin janë me germa dhe... Ata i ka tradhtu jeta e tyre. Mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit, zani Shqipi Kuranit në rubrikën Shkurte Shqip me Kuran. Rini deri në fund me zanin e Tim Shkupit dhe mos harroni të abononi në kanalin e tij duke klikuar butonin subscribe dhe këmbanën për videot më të reja. Për 600 vjet kështu i kanë fiksu shqiptar. Unë vetë ku më thonë ka hip hoxha, mimber edhe i ka kërsnu shqiptar. Kush është ke me linçu për shembull kolegun e tij? Çfarë zeze? Po unë vetë ku më thonë hoxhallar, shumica atyre janë diligji, janë kurvona. Unë ju ku më thonë.
Mirë për Tim Shkupi ju thot, janë 10 udhëzime që kanë zbrit për ilahit. E 7-ta, në këto 10 udhëzime është mos bën tradhti në dashni, në kuror, kur i ke thonë dikujt du dhe ajo të ka thonë du, mos tradhto. Unë të thëmë hopë të zi. Ju e dini që në e flasë të vërtetën. Ju s'keni godze me debatu, se ju nuk dini me debatu. Mos i mërnin qafë të njerëzit që ka janë gjunoha. Mosni se jeni në vëzhgim 24 orë. Mosni, reflektoni, debat, bujrëm, kur të keni qepë, me Kur'an. E të tash normal, ti do shpitol me u kallëzu njerëzve, se ti nuk e kallëzu Kur'an, po ke kallëzu qka me libra tje. Ka thonë Ibn Taymije. Ju mendoni se Kur'ani është libër i Shakespeare-it? Ka thonë Ibn Taymije. Libër i Ibn Taymijes, mos zëmatis. 11 plus 10, 21. Jetojmë në shekullin 21, në shekullin e rrashqitjes me skija, nga maja e Himalajeve me shpejtësit madhe, me inteligencinë artificiale. Mos jam të kallëzu libra atje. Nuk jam të kallëzu shka ka thonë filan fisteke. Ka thonë Ibn Taymije. Kur i kanë tregu një herë se çfarë bëjnë Rafidi Shia. Ka thonën nuk mund t'i baj qafira. Ama si kur të isha unë nga ata do e ndija veten qafir. Nëse ti mendon që ki islam, bota jo islame. Konkretisht duke mos i haru edhe këta shqiptarë tonë të dashur. I duam shumë. Së më faqe po kesi. Pra nuk një musliman. Fllitësirat të cilat dalin nga qyteti i Shkupit. Thot pejgamberi sasem, Allahu e urren njeriun i cili flet fjalë të pista, fjalë të këqija. E urren Allahu, pse të bëhemi të urryer të Allahut për shkak të një personi? Sa ai nuk është shqiptar. Ai vetë unë ka deklaruar që nuk e do shqiptarin. Më konë që unë e besoj ku beson ai, mu nuk më vjen turp me thonë, i takoj vëllezërisë muslimane të Egjiptit. Unë nuk besoj në vëllezërinë muslimane të Egjiptit. Vëllezëria muslimane e Egjiptit është një parti politike, e cila ka pas agenda politike, dhe janë ata të cilët e kanë largu mbretin Farruk nga Egjipti. Le të lexojnë ata dhe të mendojnë se ata po lexojnë Kur'an dhe janë të lidhur spiritualisht me Zotin. Sa bukur thamë, Zoti i shqiptarëve, plasin këto katolikë, plasin këto ortodoks, plasin musliman, kur thamë Zoti i shqiptarëve. Nuk janë mësu ato mi poshtë shqiptarë që i kanë zot. E këni qorda jo. Katolik papurin e Vatikanit, ortodoksat janë në Latosin e Greqisë, këto musliman kanë ma shumë kanë. Nuk e dina me mërë Bagdadit, Kairos, Teheranit, Triadit, Medinës. Dhe mendojnë se janë të lidhur me Zotin. Dhe ti ki fe, dhe ne nuk guxoj me ful, ere kuptoje si në tokat shqiptare, unë jam shqiptar, dhe ti ma prek fejën teme, ti duke prek fejën teme, amblemën ton feja shqiptarit të shqiptarit. Qoj kolla ke shqipe të mija, feja shqiptarit të shqiptaria, ministrit e Londres shkune i dhan, isa boletini betkan, Do është me reflektu sa ma shpejt, mu këthy me ftyrë të ilahi, të Zoti jatë. Besler deresinde gömdük, gömmeye de devam ediyoruz dedi. Libia, Siria, Iraku, Irani dhe shumë të tjera prej shekullit të kaluar kanë qenë alans me Rusin, me Moskën që nuk është diçka e re, dhe si që dini edhe vetë, kjo alans këtyre shteteve u solli shkatrime, varfri dhe mjerim. Në rrjetet sociale ai njihet si Tim Shkupi, është mjaft aktiv sidomos kohët e fundit, ku flet pa pushim për hoxhallarët e Putinit. Është shqiptar nga Visetona në Maqedoninë e Veriut, e pikërisht prej kryeqytetit, të cilin e mban edhe si mbiemër. Se Zoti jep, nuk më thot me martu qikën e Hoxhës, nuk më thot me martu qikën e Tezës, Zoti jem nuk më thot që unë mundem me martu 4 gra me një kuror, sikur se thot Ahmet Kalaja. E ka dhënë alternativën edhe më shumë se 1 deri në 4. Punë e këtij të Shkupit, ky ja kam gjetë emrin,
gomar edhe po të fluturoj. I buzëqeshëm dhe i pajshëm dhe fillon me shajt. Nuk mund të lidhen këto dyja. Së më faqe po kesi. Pra nuk një musliman. Fllitësirat të cilat dalin nga qyteti i Shkupit. Punë e këtij të Shkupit, ky ja kam gjetë emrin, gomar edhe po të fluturoj. Së më faqe po kesi. Pra nuk një musliman. Vetëm e vetëm për mi kënaq do media, vetëm e vetëm për mi kënaq do ndërtësira shqiptare, vetëm e vetëm për mi kënaq ata urrëtit e fesë islame dhe muslimanëve. Një xhamaforit na dia. Që disa nuk lidhen mas të imam. Për shembull, unë jam imam, ai nuk lidhet mas meje, edhe del poshtë i ban 4-5 vet. Unë fal në lart, e falet poshtë. Së më faqe po kesi. Pra nuk një musliman. Fllitësirat të cilat dalin nga qyteti i Shkupit. Dhe ofendimin e njerëzve mbar. Këta janë jo tifoza kuqezi, po këta janë tifoza faqezi. Kur do dridhet toka, Tha kur të dridhet toka me dridhjet një pasnjëshme. në fakt, po dridhet toka, por po dëgjohen zilet e një pasnjëshme nga toka e Shkupit. Miku tim, kolegu tim, të idealit të përbashkët të tim Shkupit, edhe për krajin tim. Një musliman. E ka dhënë alternativën edhe më shumë se 1 deri në 4. Sa bukur me femra, jeta shumë e shkur, nuk I kam shtë zemra, o famën amon, sa bukur me femra. Një musliman. Punë e këtij të Shkupit. Brenda familjes vet. Ne tash mas pana prejke, neve tash po mirëm me do tjerë. Ne kemi ditë se këta janë e keqe azeza familjes. Brenda familjes vet. Se më morë se vabë, më morë gjyna. Sa I tjetri akuzohet për spionazh nga Londra. Pse? Unë jam shtetas I Britanisë. Mu për spionazh më akuzojnë Macedont, Slavon Macedont. Shumë të zezat në dunjoja kisha nxjerr. E vetmja e zezë e imja është që unë e kum respektuat si turk. Hakun e njeriut s'ta fal. Hakun e tjetrit nuk ta fal. Pasunin e tjetrit s'ta bën halal as haxhi, as Ramazani, as rënja në sejdë. Hakun e tjetrit s'ta bën kush halal. S'ta fal I madhi Zot hakun e tjetrit. E vetmja metodë për të fitu halalikun nga haku I tjetrit është t'ja kërkojsh atij dhe t'i thosh mba halal. M'fal. Nëse të fal e ta bën halal, ke shpëtu. E nëse nuk ta fal dhe nuk ta bën halal, do të thotë se ti ke për të la hesabën në botën tjetër. Nëse nuk I lan jetën e kësaj bote, apo nëse nuk I lan jetën e varrit, apo nëse nuk I lan në sprovat që I vinë njeriu ditën e Kiametit, atë I bie me I la atje ku si ja vlen me u la. Së më faqe po kesi. Pra nuk një musliman. Fllitësirat të cilat dalin nga qyteti I Shkupit. Punë e këtij të Shkupit, ky ja kam gjetë emrin, gomar edhe po të fluturoj. Ahmet Modaltin përshëndes për Shkupit në këtë ditë bukur. 1, 2, 3. Kurse ti Hasan, kum respektu si turk, si rom, edhe si musliman kum respekt. Unë kam e largu këtë video dokumentar kur të shoh që e ke marrë Gjergj Kastriotin, figurën e Gjergj Kastriot Skënderbeut, në mimber në xhamin e Gjermanisë, dhe prej asaj Gjermanisë thu që unë jam shqiptar. Jam shqiptar. Ai Kosovar. Zot e krenar, Zot e bujar në këtë dhoj, që e kam si fe, pa I dhe për mbi fe e kam vatan, e kam atë dhoj. Ti është kja për thëret. Fllitësirat të cilat dalin nga qyteti I Shkupit. Ti është kja për vërtet gjerat më rejtë, se unë jam barbar. Pa jobëre, nuk jam si po përte ti. Si po buqet ti, është kia I zi. Dytësira shqiptare. Po vandin tim, unë e dua. Pa I lirin e dua.
Unë e heki këtë. Edhe ta pranoj pendimin që e ban të shqiptarë. Ti dush mi u pendu të shqiptarë. Se të unë e ke thonë që ti nuk do mu konë shqiptarë. Se të vjeni noti me kallëzu që ti me ndonë për kalifat, për bab dovletit. Se të vjeni noti me kallëzu që ti e pjesë e vëllezërisë muslimane. Ajo është politik, nuk është Kur'an. S'lidhe ka kjo punë me Kur'an. S'lidhe ka kjo punë me besim. Besimi është diçka personale. Pra ti e varmehës, ti e shfrytëzon. Nëse xhamia është shtëpia e Zotit, kush jeti që e lënçon kolegun tanë? Kush të jep ti ja drejt me qenë prokuror? Kush jeti ai që me mbjell frikë të shqiptarë? Sa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? Sa po mëllimi, gjunash me shku të xhamia. Ja përshesin a për xhamia rri shejtoni. Rri shejtoni na për xhamia. Urdhëron nxerret zezën, masi jetë ti, nëse të me të borë rolin e prokurorit. Nxerrin ai zez timën. Çfarë zeze? Pse ti ku më thonë di voluma librave që kushtojnë 3-400 euro? Unë ti ku më thonë se ti i do të libra. Unë si du. Sejid Kutbi, që e ka varë Naseri, ka qenë njeri që ka punu për Amerikën me hek mbretin Faruk për Egjiptit. S'lidhe kjo punë e Sejid Kutbit me besimin tem në Shkup. Pastaj ti, Hasan, në televizionin shtetëror të Maqedonisë, duke mojt ligjerata, ti e ke nxjerr Kutsi Sherifin. Ata organizojnë protesta në shesh Shkupit për Palestinë, ta nxjerrin në televizion shtetëror këtë ikon, por vetë shkojnë e puthin muhin e gurit në Jeruzalem. Ata janë gjithandej për shkak se kanë kushte dhe rrethona për të vepruar në Maqedoni, për ta kënaqur gushën e tyre. Shije, të pagëzimit Bagdadit kundër shqiptarizmës në Maqedoni. Ata janë bitë e Satanës, Luciferit, në skenarin e lojës së vjetër të Nikola Pashiqit dhe janë aktiv në Maqedoni për të dëmtuar interesat shqiptare në katishën e tyre. Por ka ardhur koha mos rrani, s'po rrani. Sa i tjetri akuzohet për spionazh nga Londra, pse? Institucionet e shtetit e kanë obligim të luftojnë secilin që përpiqet me shpifje të prishë rendin kushtetues në një vend, në një shtet. Lere të lejojnë të propagohet një fe e huaj me motive të djallëzuara politike në një shtet sovran me ikonën e një xhamie të rrejshme në Jeruzalem, aty ku dikur ka qenë garnizoni ushtrisë romake. I që se je në tokën shqiptare e jo në Gazat e Egjiptit, ose del thuaj se nuk ke asgjë të përbashkët me kombin shqiptar dhe shtetet e tyre dhe je nga sulalja e desturit të Egjiptit. Hiqe se e di se nuk është Kur'an, nuk është iman besim, dhe Zoti nuk i pyet shqiptarët për mesgjidin e Jerusalemit, por i pyet për mesgjidin e Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit. Hoxh, Tim Shkupi. Unë jam Hoxh, Tim Shkupi. Unë jam Hoxh, Tim Shkupi. baba i hoxhallarëve. Unë jam baba i hoxhallarëve. A e keni qartë ajo? Bab më kanë thirrë në Kairo, bab më kanë thirrë në Prishtinë. Baba, pse ku mësu, ku punu, nuk e kum desht me shit germën e Kuranit. Nuk kum desht me përfitu prej dijes që e kam. Dhe ti kur e përmend Zotin tënd në Kur'an, vetëm Zotin tënd, wahdahu, vetëm atë, ata ikin, ka kanë shpinën dhe largohen. Zon po lam, selam, ku do që jeni, duke, marë, frim, mirë pafsh. Oj femën, shpin temën, ku do me po emën, veç emën që ta do, ka më konë emën i nemën, kanë me kitë me ty. Timi o tim, pitimit nuk ka dobi kërkosh. Fillimit dej në fund, kurs komunal, bileteri sot jom gjall, kral kanë me shpall, ju qa po forru, ju qa po bon, ha mos për mu, veç ti e që ka bon, s'të foli shumë veç qënë. Ratsovës,